duke falendëruar sparit organizator për ftesën që i kanë bërë institucionit të bashkisë. Ndodhem këtu në emër të kryetarit të bashkisë, zotit Tonin Marinaj, për të sjellë përshëndetjet e rastit. Dhe me binjen se gjatë periudhës që kemi drejtuar dhe do të drejtojmë për 10 vjetësh, por edhe me ne, kemi bashkëpunuar me organizatën tuaj, shpeshherë duke i vlerësuar disa figura dhe personalitete të përsekutuara antikomuniste. Unë në këtë rast duhet të bëj edhe një përshëndetje të rastit me cilët gjithë bashkët kemi marrë pjesë në Koplik, kur i ndjeri ish presidenti i Republikës, zoti Bujar Nishani, vlerësoi organizatën shoqatën e përsekutuve me titullin, me mos gaboj, deri i kombit, ku unë kam qenë i pranishëm në atë takim. Një personalitet i nderuar si zoti Nishani, i cili ka vlerësuar historikisht jo vetëm organizatën tuaj, por ka vlerësuar historikisht edhe mbar të eventuar malësie madhe me titullin e lartë deri i kombit. Gjithë familjet të cilët e kanë ndjerë së afërmi përsekutimin e sistemit të kaluar, jo thjesht për t'i vlerësuar, por për të dhënë mirënjohjen e duhur për atë kontribut që kanë lënë në bashkëpunim me gjithë familjet e ndershme malësore, jam këtu për të dhënë prioritet bashkëpunimit, për të dhënë mesazhin e mirë kuptimit, për të dhënë mesazhin, siç tha edhe kryetari i Unionit, mesazhin e besës, e cili në malësinë e madhe ka qenë, është dhe të tjetë kur do herë një nga virtytet më të shenjta malësorëve. Edhe një herë ju falenderoj për këtë organizim, ju falenderoj edhe organizatorët për ftesën, dhe jam i bindur se edhe takimet e tjera të tjene pranishëm si institucioni bashkisë malësie. Zoti Luic Gega. Ato qashe që janë mundi kur në koha që tjetër marë ku gjyshi i lek pjetrit në kohën e që u zhvillu lufta të reqit, një nga faqet lek pjetri ishte pjesëmarrës dhe u zgjat kryetari i Këshillit Nacional dhe gjatë punës aty thotë ishte dera e mramel e shtëpisë edhe marrin balin, rrinja 3 muaj këto,